Presidenti Amerikan Donald Trump dau një video të afërmeve të pengjeve në Gaza duke falenderuar atë për sigurimin e lirisë të dashurve të tyre nga robëria e Hamasit. Familjet e pengjeve të mbajtura në Gaza i bën thirrje Komitetit Norvegjez të Nobelit të japë çmimin Nobel për paqe presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump këtë muaj për përpjekjet e tij për të siguruar lirimin e familjarëve të tyre. Që nga inaugurimi i tij Trump ka sjell dritë në momentet tona më të errta, tha forumi duke shprehur mirënjohje për 10 pengje të gjallë dhe të vdekur, të cilët u kthyen përmes armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës midis janarit dhe marsit. Ju nxisim fuqimisht të jepni presidentit Trump çmimin Nobel për paqen, sepse ai është zotuar të mos pushojë dhe të mos ndalet derisa pengu i fundit të kthehet në atë e tij, shkruhet në deklaratën e forumit. Letra nuk përbën një nominim nga Trump, pasi forumi nuk është i kualifikuar për të nominuar kandidat për çmimin Nobel për paqen. Nominimet e pranueshme përfshin anëtarë të qeverive kombëtare, profesor universiteti dhe ish laureat të çmimit të paqes. Më parë, kur Trump njoftoi marrëveshjen Izrael-Hamas, forumi i familjeve të pengjeve dhe të zhdukurve mirëpriti njoftimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me entuziazëm, shpresë dhe shqetësim. Familjet e pengjeve dëshirojnë të shprehin mirënjohjen e tyre të thellë ndaj presidentit Trump dhe ekipit të tij për leadershipin dhe vendosmërinë që çuan në këtë progres historik. Hamasi mban 48 pengje. Është detyrimi ynë moral dhe kombëtar të kthejmë të gjithë në atë e tyre, si të gjallët ashtu dhe të vdekurit. Kthimi i tyre është thelbësor për shërimin dhe rimëkëmjen e shoqërisë izraelite në tërësi. Ne nuk do të pushojmë derisa pengu i fundit të kthehet në atë e tij, shkruajnë ata.